Çka për projektet që keni ngecë? Çka puna e stadiumit? Po, tash janë disa projekte në cilat ka pasur probleme, kjo gjë është e vërtetë. Për shembull, njëra prej tyre stadiumi i qytetit, kur e kemi marrë atë detyrën, nuk e di nëse të ka me lezu raportin e zyrës kombëtare të auditimit për renovimin e stadiumit në Gjilan, në Mitrovica dhe në Gjakov. Në këtë raport, në mes tjerash, unë po e them vetëm një shifër, në pozicionin F017 vis 5 për çështjet të punëve në beton, konstatohet në zyrën kombëtare të auditimit në raportin e saj që në stadiumin e Gjilanit ka pasur tejkalim të kontratës së nënshkruar, pra në kuptimin e vlerës, në vlerën prej 2446%. Dhe një konstatim i tillë më pas përfundohet si tërsi kur rrumbullaksohet të gjithë kontrata, që tejkalimi i kontratës është 755%. Pra kjo ka qenë gjetja kryesore, si rezultat të cilës na kemi vendosur me ndërprej kontratën e vjetër. Mirë keni bu, pse nuk e keni ndërtuar stadiumin? Pas ndërprerjes së kontratës kemi filluar me hartimin e projektit, i cili nuk ka qenë ekzistues më herët. Dhe në fazë të tenderimit madje kanë filluar mu paraqit probleme. Dhe ku filluan mu paraqit probleme? Po, fillimisht kemi filluar për tenderimin e projektit, më pas kemi pas ankesë në kritere. Është eliminuar vetëm një kriter i vetëm si rezultati i ankesës. Këtë kriter e kemi ndryshuar dhe kemi vazhduar me procedurën e si komunë. Kur kemi mrit tek shpalla e fituesit, pas shpallës së operatorit ekonomik fitues, kemi pas prap ankesë dhe ankesa në këtë rast ka nga një individ, kompani le të themi që është e afërt me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A je sigurt që ky individ, operator, është partë dhe ka lidhje? Ndëgjoj, veç Alban të lutem se që tu i kam përcjell krejt debatet tuaja. Ku jeni tu ja huq ju? Alban, është tek çështja që kompania ka të drejtë muanku. Organi shqyrtues i prokurimit publik, OSHP-ja, e tregon a ka pas të drejt apo s'ka pas të drejt. OSHP-ja është zgjedh nën qeverisjen e Albin Kurtit. Pra, është zgjedh me durt e deputetëve të Albin Kurtit. Kjo nuk nënkupton që operatorët ekonomik edhe pse bëjnë ankesë duhet dhe mos ta kenë me të drejtë apo jo. Po mirë, veç pak. Nuk është që OSHP-ja ta bllokon nëse operatori nuk ka të drejtë. Po. OSHP-ja jep të drejtë nëse OSHP-ja e vërteton që ka të drejtë. Operatori për çka u anku, mandej bllokohet procesi, sepse nuk mundesh, nëse je operator që s'ke konkurruar hiç, nuk mundesh me shku atje dhe me thonë, m'fal, po unë s'kam pas mundësi me konkurru. Kjo nuk i bjen që ka të drejtë. Mu çka po më intereson Alban, është çish po mundesh me bëu një operator fajtor para se me bëu OSHP-n fajtore. Po tash po tregoj edhe për këtë. Se besoj që është edhe ndërlidhja mes OSHP-s edhe operatorit që ka shumë rëndësi edhe vlerë. Juve sigurisht nuk e ka rënë me përcjell, ne kemi qenë me një debat publik në një televizor tjetër. A ka mundësi me më tregu kush është saktësisht? Kush është saktësisht? Është pyetja që e ki pyet me këndjekona, po? Po. Okej, hajt. Pra, operatori ekonomik për cilin po flas dhe pronari i kompanisë për cilin po flason është pjesëmarrës në tubimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. I cili ka emrin? Jo, po nuk besoj që është nevojshme me emrin. A e dim se unë e kam këshyr. Edhe po më del që s'është. A të vjen mërzimare që kënej shpejtone me pas fotografi? Jo, mu atë që ka më duhet. Mu po më duhet me publiku. Që të në kamerë dhe këshyra. Çka të që shohin sytë e mi e sheh dhe opinioni publik. Nuk mendoj që është mirë me publiku këta, sepse besoj që sikurse po hulumtohen edhe po publikohen çështje tjera për ata që qeverisin, do duhet ndodhte edhe e kundërta. Pra, me një hulumtim shumë të vogël, shumë të shkurt të kompanisë, edhe në ARB ka gjenden emrat e pronarëve të bizneseve, më pas me një hulumtim të thjesht në Facebook, fotografitë që janë publikuar, mënyra se si shkruhet kundrejt meje me mesazhe gjysmë të koduara, kuptohet edhe shihet edhe qëllimi brapa këtij kësaj bllokade. Pra, neve na ka kaluar një vit i plot, kur mandej në OSHP dërgohet ankesë, publikohen pasi dorëzohet ankesa më një rande pa i marrë vendimet. Publikohen mesazhet paralajmëruese, pra në Facebook publikisht, që pretendojnë se do të anulohet tenderi, e më pas ndodh pikërisht kjo. Dhe njëra për arsye pse anulohet tenderi në raportin final të panelit shqyrtues të ankesës, thuhet që kriteret nuk janë harmoni me projektin, pavarësisht që OSHP vetë ka trajtuar këto kritere. Dhe nëse shihet madje edhe përbërja e komisionit ose e panelit shqyrtues në organin e shqyrtimit publik të prokurimit, shihet që njerëzit që kanë qenë aty janë po ashtu të lidhur me subjekte politike tjera, konkretisht me LDK në këtë rast, që sapo ishin kthyer çuditërisht nga gjykata atëherë pasi ishin shkarkuar nga Kuvendi i Kosovës. Edhe unë besoj që gjitha këto lidhje me një ulëmtim shumë të shkurt, mbase gjysmore, jo më tepër, për gazetarë që janë me përvojë në këtë lami, mund edhe të gjenden më pas edhe të verifikohen. A ka mundësi me ditë emrin e kompanisë nëse jo të individit? Po, tash, çush më thon, është raport, është vendim publik i OSHP-s.
do të veç me shu stadiumi qytetit Gjilano SHP, dalin gjitha dokumentet që janë të nevojshme me u po. Se mos më ke shku të atë lutem, po nuk po du në nivelin e publikimit fotografive. Në rast se s'po dojmë publiku po pavarësisht kësaj, do më ta keni parasysh në Gjilan, në qytetin tonë, dihet haptas, me emër, me mbi emër, kush e ka bërë këtë punë. Dihet haptas. Kjo nuk është sekret. Dhe unë po ju thamë njëherë, 2446% është te i kalimi. 10% lejohet me ligjin e prokurimit publik te i kalim. Për kontratët për projekte kapital lejohet vetëm 10% te i kalim. Këtu kemi 2446%. Dhe edhe sot e kësaj dite. Është i njëjti kontraktor? Jo, edhe sot e kësaj dite nuk ka ndodhur asgjë me atë raport. As nuk është marrë dikush me atë raport.